Të dashur shikues, Filharmonia e Kosovës prezanton Syriganën në Berlin dhe për këtë arsye në lidhje të drejtë për drejtë do të jemi me Dardan Selimajin, i cili është ushtrues detyre i drejtorit të Filharmonisë së Kosovës. Qofse kemi lidhje drejtë për drejtë, po e shoh Dardan, përshëndetje, edhe po shpresoj që je mirë, koha qenë ka e mirë me sa po e shoh. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për juve, po moti është si rrallë herë është shumë mirë në Berlin. Mirë, Dardan tregon edhe për prezantimin e Syriganës atje, po edhe detaje tjera rreth aktivitetit edhe shkurjes tonë. Atje është e vërtet që me tregu drejt, ne e dim që nuk është hera parë që Filharmonia e Kosovës merr pjesë në arenën ndërkombëtare, po edhe kjo është në vazhdën e punës që ju bëni aty. Po, konkretisht në Berlin është hera e dytë që Filharmonia prezantohet një projekt, ndryshën nga para 2 muajsh kur Filharmonia ka debutuar në sallën e Filharmonisë së Berlinit. Këtë herë jemi në Muzeun Hamburger Bahnhof për të sjellë Syriganën, që është operë e komisionuar e artistit vizual Petrit Halilaj nga Filharmonia e Kosovës në bashkëpunim me Hamburger Bahnhof, Muzeun e Artit Bashkëkohor në Berlin. Edhe na vjen mirë që po finalizohet një projekt i cili ka nisur vitin e shkuar në Kosovë, konkretisht në Syrigan, me premierën e cila është dhënë në qershorin e kaluar, edhe që tash përmbyll ekspozitën e Petrit Halilajt në kuadër të Hamburger Bahnhof me versionin koncertal të Syriganës, ndryshën nga viti shkuar në Syriganë në Kosovë. Këtu vjen në një format me disa elemente tjera, elemente të ndryshme, disa aktorë dhe balerinja zëvendësuar me kukulla, të cilat janë dizenjuar enkas për shfaqjet të cilat do të japen në Berlin sonte në 2 shfaqje dhe nesër në 2 të tjera, në 2 orare të ndryshme, në 18:30 edhe në 20:30. Qysh është atmosfera, Dardan, përgjithësi para se me shfaqni, po e them, ju e thatë herë është hera e dytë që jeni pikërisht atje, po çdo herë ka emocion veçantë apo jo, duke ditë që edhe publiku, po edhe përfaqësimi jonë nuk është lehtë për me shkuar me bëni përfaqësim kështu. Sa më dinjitos, megjithëse gjithmonë keni treguar që përfaqësimet e juaja bashkë me Filharmoninë janë gjithmonë shumë të mira dhe kanë marrë nota shumë të larta. Absolutisht është përgjithësi, në njëjtën kohë ka shumë stres para se gjithçka të finalizohet. Në këto 2 ditët e shkuara dhe në ditën e sotme, oraret kanë qenë të ngjeshura me prova, me finalizimin e detajeve të fundit. Ky nuk është vetëm një koncert, ka shumë elemente, është projekt multidimensional, ku bashkohen shumë rryma edhe për t'i vënë në linjë gjitha elementet që krijojnë tërsinë. Nuk ka qenë aq thjesht, por deri para 60 minutash kemi qenë duke finalizuar detajet e fundit dhe besoj që pas pak minutash gjithçka do fillojë mbarë dhe do të finalizohet ashtu siç kemi dashur të jetë dhe kemi punuar që shfaqja të dalë sa më e kompletuar dhe e kuruar në çdo detaj. Mirë, Dardan, normalisht jeni ushtrues i detyrës të drejtorit aty, po këto aktivitete gjithmonë ose këto pjesëmarrje e rrisin edhe përgjithësinë, po edhe pjesën tjetër për përfaqësimin tonë. Sa e kënaqur me këto qoftë paraqitje, po edhe shkuarje të shumta në arenën ndërkombëtare, çish po vlerësohemi duke ditë që ke shumë, po e them kështu, njerëz jashtë vendit tonë dhe gjatë gjithë kohës në komunikim me ta, çysh e sheh përfaqësimin tonë, jo vetëm si drejtor, po në përgjithësi edhe pjesëmarrjet tona të shpeshta atje, sa e formsojnë Kosovën, sa e rrisin Filharmoninë e Kosovës.
Po, natyrisht Filharmonia në 2 vitet e fundit ka pasur një intensifikim të prezantimeve jashtë, por është konsideroj një punë e cila është bërë në këtë qereshkulli dhe punë në shumë gjeneratave që ndoshta tash finalizohet edhe janë rritur mundësitë e prezantimit, por edhe interesimi për një orkestër e cila megjithatë është e re, edhe në skenën evropiane nuk është e lehtë me qenë konkurrent, por besoj që këto do t'i kontribuojnë zhvillimit të më të tjashëm të orkestrës, por edhe të skenës muzikore ose muzikës klasike, specifikisht në Kosovë. Marrë parasysh që rreth Filharmonisë gravitojnë shumica e muzikantëve të cilët i japin jetë skenës së muzikës në Prishtinë dhe jo vetëm në Prishtinë. Numri i paraqitjeve ndërkombëtare do të vazhdojë edhe në sezonin e ardhshëm. Ne po e përmbyllim këtë sezon me këtë prezantim, ndonëse në Prishtinë dhe në Prizren do të kemi koncerte të tjera gjatë qershorit edhe në Korek, por do të rikthehemi me prezantime të ngjashme në sezonin e ardhshëm nga tetori, dhe fakti që ne rikthehemi sërish në Poloni nga prezantimi që kemi pasur atje para disa muajsh, është një tregues që ka hapësirë për dhe ka çfarë të prezantojë Filharmonia e Kosovës në skenën evropiane, edhe do të punojmë në vazhdimsi që prezenca dhe prezantimi e përfaqësimi i tillë të jetë prezent gjithmonë. Mirë, Dardan është gjithë ekipa, është në formë gjithçka dhe kur pritet me fillu aktiviteti, çu shkon me qenë agenda? Në orën 18, pas pak minutash hapen dyert. Pjesa e parë është një pritje që i bëhet audiencës derisa ata futen në sallë, edhe në 18:30 fillon shfaqja. Do të thotë për 30 minuta publiku bëhet pjesë e shfaqjes dhe kur starton, pastaj është vëzhgues i saj. Sonte, siç e thash, do të kemi dy prezantime. Na vjen mirë që numri i të interesuar, çështja e biletave është mbyllur shumë javë më përpara për të 4 shfaqjet, dhe kjo ka qenë arsyeja pse është dashur të shtojë numrin e prezantimeve. Edhe vjen mirë tash ka mbet vetëm me pas si ka me pranu publiku syriganën dhe gjithçka ne kemi punu në këtë kohë për këtë prezantim. Mirë, Dardan, s'do të marr më shumë kohë, se e di që tash janë ato momentet e fundit për me u bë gati. Unë falenderoj shumë për kohën, edhe po shpresoj shumë që do të kemi në studio në Prishtinë, edhe të flasim edhe për këtë shfaqje, po edhe për pjesë tjera dhe për planet që ka Filharmonia e Kosovës. Ju uroj sonte shumë fat, po shpresoj që do të ketë edhe publik, edhe normalisht nuk dyshoj që do të kënaqen gjithë ata. Edhe shqiptar, po edhe gjerman dhe të tjerë që do të vinë edhe ta shohë një prej krenarive më mëdha të shtetit tonë që është Filharmonia. Faleminderit. Faleminderit shumë për mbështetjen. Faleminderit shumë.